فهم يخافون من الجرح والتعديل لأنهم يعرفون أنهم مجروحون. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد. Gjithë lavdia takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devijon, dhe ka devijon Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij. Mëtej më ka ardhë disa herë pyetje dhe ankesë gjithashtu për një audio që ka publiku Besmir Cacani, ku ka përmend, ku është përpjekur dhe ka bërë orvatje që t'i përgjigjet vllait ton të nderuar Hoxhës Semir Veliu. Mirë po, me që në këtë përgjigje më shumë ka përmendur mu edhe veprat e mia ose fjalët e mia, e kam obligim patjetër t'i përgjigjem edhe t'a tregoj realitetin për atë që ka ndodhur. Edhe është interesant, pra ky të themi përpjekje për refuzim që ka bërë Besmiri, padyshim se karakterizohet me ignorancë të madhe dhe gënjeshtra të shumta. Allahu na ruajt prej rrugës së gënjeshtarëve. Por është çuditshme të më thënë që nuk i është përmbajt temës. Është mundu ta mbrojë shehun e vet, Fawazin, prej sqarimeve të Hoxhës Semir, që nuk e kam dëgjuar komplet, nuk e kam dëgjuar atë që ka bërë Hoxha Semir, Allah e ruajt dhe i dhënë sukses. Mirë po, do të thënë aty është përgjigje për disa fjalë të Fawaz El Medkhali. Edhe Besmiri i është përgjigj Semirit, por ka folë për mu. Edhe kjo është e çuditshme se kam unë një shkrim kundër Fawazit, i shkurt, kam unë t'i përgjigjet atij shkrimit edhe të flase për mu. Nuk ka pas nevojë përmes tjetër kujt. Do të thotë, kjo tregon se nuk ka njohuri për mënyrën e refuzimit, edhe nuk di as t'i përmbahet temave që duhet. Dhe siç thash, këtu ka disa gënjeshtra, e kam këtu të shkruar tekstin e tij, do të mundohem inshallah me dhënë përgjigje për shumicën ose për gjitha nëse kam mundësi. Ka disa gënjeshtra. Është mundu sikur të tregoj një farë historie për të vërtetuar sikur unë jam përçarës. Do të thënë, shiko këtu, siç thash, Semiri i përgjigjet Fawazit, edhe i përgjigjet akuzës Fawazit, si ka thënë, prej Semirit kemi pa vetëm përçarje dhe asgjë tjetër. Edhe kësaj jam përgjigje dhe unë, se kjo s'është e vërtet, më thënë dituria që shpërndan Semiri dhe daveti që e bën, është i dukshëm për gjithë, nuk ka nevojë për argumentim, dhe gjithashtu për përçarje është mbrojt Semiri dhe ka tregu disa fakte që janë faktet pa dyshimta, kurse Besmiri fillon edhe i thot kjo nuk është e vërtet, sepse historia është kështu, si ka thonë, Semiri ka thonë që ne kemi marrë udhëtime për këtë bashkim edhe për mbrojtjen e unitetit të selefive, kemi bërë përpjekje, vepra të dukshme. Do të thënë, jo vetëm që të themi se kemi dëshira, por kemi bërë vepra të dukshme, kemi udhëtu, kemi shkuj, kemi takuj, kemi thirr, i kemi bërë, do të thënë, kontaktet, edhe kemi bërë grup në, thotë që tjetë kontaktimi më i lehtë edhe këshillimi me njëri tjetrit më i lehtë. Do të thënë, këto i kemi bërë. Mirë po, Besmiri i mohon këto, edhe i thot se, për shumë thot, numrën e bërë nga Xhamali vitin 2018. Do të thënë tani, ja refuzon Semirit me këtë që ka ndodhur prej meje në vitin e 2018. Nëse është e vërtet kjo që thot se unë kam bërë përçarje,
nëse është e vërtet, atëherë nuk është argument për ta refuzuar Semirin, sepse atë që ka thënë Semiri është e vërtet. Do thot ai, të paktën nëse unë kam qenë përçarës, do të thonë kjo tregon se shoqërimi me Semirin ka bërë që ne të mundohemi për bashkim dhe jo për përçarje. Prandaj, me që refuzon Semirin, është totalisht jashtë lige dhe jashtë teme që të flase për ose për ato që ka ndodhur para se të vi Semiri, para se të kthehet nga studimet edhe para se ta filloj davetin këtu në këto vende. Këtu thot Besmiri, në umrën e bërë nga Xhamali vitin 2018, i ka lexuar një pyetje Sheikh Abdullah Bukharit, ku përshkruhej Idris Manushi dhe gjendja e tij. Aty pretendohej se Idrisi është lidhse me bidaxhit, se është kundër selefive, kundër thirrësve dhe davetit selefi, pashtu i dekurajon vëllezërit nga pjesëmarrja në mësime, dhe më e rënda se gjëja Idrisi bashkëpunon me sigurimin e shtetit, dhe me këtë gjë godet thirrjen dhe thirrësit selefi. Kjo njëherë, do të thënë kjo pjesë është gënjeshtër, ose nuk ka ditë ta transmetojë ashtu si është. Njëherë e para se këtu jep shenjë sikur unë e kam parashtruar atë pyetje dhe kam dashur të flas diçka për Idrisin, dhe kjo nuk është e vërtetë, sepse këtë pyetje e kanë shkruar Emin Ago dhe Abdusamet Meta. Dhe kanë përmendur çështje që ata i kanë parë. Unë nuk jetoj në Tiranë për ta pa Idrisin me këtë takohet dhe çfarë veprime bën, por do thot, prandaj nuk mund të unë të dëshmoj me thonë se Idrisi shkon këtu, takohet me këtë, rri në këtë lokal ku ka harame, ose i ka thonë këto fjalë, se unë nuk e kam pa personalisht. Por, pyetësit janë Abdusamet Meta dhe Emin Ago, e kanë bërë pyetjen dhe unë ja kam transmetu Sheikh Abdullah Bukharit, hafidhahullah. Këtë pyetje, do të thënë, është me rëndësi kjo pjesa e parë që nuk tregon se kush e ka parashtruar pyetjen. Pastaj pjesa e dytë që ta përmbledhin komplet, thot pasi është kthyer nga umra, e ka përhapur përgjigjen e kështu me radhë dhe janë largu njerëzit prej Idrisit. Thot, unë e kam marrë në telefon Xhamalin për ta pyetur për këtë situatë, dhe Xhamali më ka treguar për ato që sapo thash. Që nuk i kam tregu në kështu, kuptohet, si kam tregu kështu si ka thonë. Thot në bisede sipër, i kam thonë se janë të gjitha keq kuptime dhe hamendësime. Nuk ka fakte reale, nuk ke prova tani. Nuk ke fakte reale, nuk ke prova. Madje jam betuar 3 herë duke i thënë, wallahi, billahi dhe tallahi, nuk janë më shumë se keq kuptime dhe hamendësime. Mirë po Xhamali këmbguli në qendrimin e tij të hexhrit dhe paralajmërimit. Kjo është ajo që më ka bërë patjetër të përgjigjem, sepse kjo është gënjeshtër dhe shpifje e kulluar. Nuk ka asnjë gram të vërtetësisë në të. Përveç asaj se më ka marrë në telefon, kjo është e vërtetë. Dhe pyetja Besmirit ka qenë si është pyetja që është parashtruar Sheikh Abdullah Bukharit. Më thënë, kjo ka qenë, jo se ku i ke fakt, nuk ke fakte, po, më tha si ka qenë pyetja. Edhe unë i tregova si ka qenë pyetja për pika që i kanë përmendur për Idris Manushin. Dhe Besmiri kuptohet se mundoheshte ta mbroj Idrisin. Atëherë, unë i thash, është e vërtet kjo. Do më thënë, këto i kanë shkruar Abdusameti dhe Emini, që janë aty dëshmitar. A është e vërtet se Idrisi takohet me njerëz që më vjen keq ta them, mirë po ky është do të thënë këta e demaskojnë vetveten më shumë dhe thellojnë vetveten, sepse si kanë thënë disa dietar të mëhershëm, heshtja është mbulesë për ignorantin, edhe është zbukurim për të mençurin. Më mirë do të kishte qenë të rinë të mbuluar me heshtje, sesa të mundohen patjetër ta zbulojnë veten e vet. Idris Manushi ka pas kontakte me njerëz që jo janë të dyshimt, po njerëz të cilët të gjithë ata
banorët e Tiranës, do të thënë për këtyre që e njohin Idrizin, i njohin se ata janë, do të thënë, agent të shërbimeve sekrete. Kjo është me keqardhje, do të thënë kjo është fjalë e rëndë edhe që ta shqiptoj, mirëpo se janë ata agent të shërbimeve sekrete, e din njerëzit, edhe e kanë pa shumë herë e kanë pa Idrizin, duke e qëndru me ta dhe duke bisedu. Kjo është një. Tjetra, gjithashtu, Idrizi, do të thënë, i ka bë presion këtyre thirrësve që atëherë janë njohur si Selefi, siç është Eminago, edhe Abdusamedi gjithashtu. Edhe i ka marrë telefon. I ka marrë telefon dikush prej shërbimeve, ata nuk ja kanë hap telefonin. Kur e kanë mbyllaj, i ka marrë Idrizi, i ka thonë hapja telefonin, se unë i kam thonë bisedoj me ty. Edhe kjo është diçka që e dëshmon Abdusamed Meta. Edhe ajo është gjallë, edhe Minago është gjallë, nëse ka sinceritet mund t'ju tregoj. Çka është më interesant, këtu në këtë telefonat, unë i kam thonë Besmirit, këto takime. A i ka thonë, të vërteta janë, dhe më thënë, unë e di. Besmiri, edhe një tjetër, që rri shumë afër me Idris Manushin, edhe tani edhe banon, pothuajse me një shtëpi me Idris Manushin, edhe a i gjithashtu më ka marrë në telefon, nuk është prej nxënësve dijes, edhe më ka thonë se janë të vërteta. Dhe më thënë, jo vetëm këta kundërshtarët e Idris Manushit, Emini dhe Abdusamedi, por edhe këta përkrasit, vetë Besmiri, ka thonë se janë të vërteta. Se qëndron lokale ku ka alkohole, muzike, përzierje, kështu me radhë, gjithashtu Besmiri e ka vërtetu. Se nuk marrë ai mësime dhe i thot tjerëve pse shkoni, pse ka shumë mësime, do të thënë ato i vërtetoi Besmiri, që kanë qenë të përmendura në pyetje. Përveç kësaj, Besmir Cacani shtoi edhe disa tjera. Tha unë i di këto, edhe e di këto, që unë nuk e kam ditur, as s'ka qenë pyetje, edhe mirë, thashtë, ti i di. Pra, këto akuza që janë përmendur, që kanë të vërteta. Atëherë, në bazë të këtyre akuzave, Sheikh Abdullah Bukhari, hafidhahullah, ka thonë, largojeni këtë njeriu nga daveti dhe mos ja ktheni kokën, do të thënë latel të fitu i lehi. As mos u merrni me ta, shkurt. Kjo thash, ti akuzat i di që janë të vërteta. Gjykimi për këto akuza është i dietarit. Atëherë, shiko këtu si thot se Xhemali është përçarësi, kurse që akuzat kanë qenë të vërteta, ai e ka dëshmu në këtë telefonat. Mirë po në këtë telefonat e kemi pas dëshmitar vetëm Allahun subhanahu wa taala, pastaj edhe me lajket që janë prezent. Po alhamdulillah, pas kësaj ka ndodhur një takim në Holland kur ishte Sheikh Arafati për seminar. Edhe jemi taku të Sheikh Arafati dhe Besmiri aty ka fol, edhe i tha Sheikhut Xhemali thot për një vlla tonin se është spion. Edhe normalisht Sheikhu do thot nuk e pranoi mirë këtë, edhe më pyeti mu, tha Sheikh se është spion, nuk kam thënë asnjëherë. Edhe sot tash i sfidoj ata, ta vërtetojnë ku kam thënë unë se Idris Manushi është spion, por kam thënë që ka kontakte, që i kanë parë njerëzit, edhe kam thënë ky person, do të thënë Besmiri, edhe aty ka qenë prezent edhe Jusuf Kapidani, më thënë i kam thënë ky Besmiri, kemi folë në telefon, edhe unë ja kam tregu këto pika që janë përmendur të Sheikh Abdullah Bukhari, dhe ai ka vërtetuar se janë të vërteta. Edhe aty do të thënë i kam thënë ku është dëshmitar edhe Jusuf Kapidani, nëse ka sinqeritet mund ta tregoj ose ta mohoj. Kjo është hera e dytë. Hera e tretë, ma vonë do të shifni këtu e përmend xhamin te Ura Beshirit në Tiranë, ku jemi taku me këto përpjekje për përmirësim. Edhe aty ka qenë edhe Idris Manushi prezent, edhe Jusuf Kapidani, edhe Abdusamed Meta, edhe ai tjetri shoku Idrisit që e përmenda më herët, kanë qenë aty. Dhe aty i thash unë kam folun me Besmirin, edhe Besmiri i ka pranu këto, i ka vërtetu. Dhe më thanë aty është tani dëshmitar edhe Idris Manushi. Edhe përveç kësaj, edhe vetë Idris Manushi i pranoi se ato kanë qenë të vërteta, ndodhi. Por kuptohet, ai tha, nuk e kam pas qëllimin me dëmtu selefit e kështu. Bile thaj, me këtë kontakt unë i kam ndihmu selefive. Kjo është me sti dhe Allahut, mirë po këto takime me njerëz të këtil
ne selefiti refuzojmë. Nuk duhem, do më thonë, djetarët e sunetit kanë paralajmëru prej takimit me njerëz të pushtetit. Do më thënë ata që kanë pushtet me pas lidhje me ta. E mos flasim me njerëz që janë shërbime sekrete të atij shteti. Do thotë kjo nuk kalon te selefit, edhe për këtë shkak Sheikh Abdullah Buhari e qortoi, do më thënë, këtë veprim. Edhe me këtë lidhje që e ka pas, është e vërtetë se u ka bërë presion selefive. Do më thënë Idrizi, ai thotë se i kam shpëtu, dhe aty te xhamia Ura Beshirit, do të thënë këto që i përmenda, gjithashtu ka qenë edhe vllai jon i nderuar Hoxha Semir Veliu, aty ka qenë, edhe ai është dëshmitar. Idrizi tha, unë me këto kontakte, me vërtet është turp edhe t'i përmendim, tha, 6 selefi kam shpëtu nga burgu. Dhe kështu është pretendimi i Idrizit. Tani vlla, mas gjitha këtyne, thotë që Besmir Sacani i ka ditë këto para se t'i parashtrohet pyetja Sheikh Abdullah Buharit. Dhe i ka vërtetu pas, edhe i ka ripërsërit, edhe i ka konfirmu, edhe e ka dëgju edhe Idrizin aty, çfarë besnikëria është që ta përmende se Xhemali e ka bërë këtë përçarje, ka shku me akuza të kota, të paqena, edhe thotë wallahi, billahi, tallahi, nuk janë më shumë se keqkuptime dhe hamendësime. Kjo është loj me fjalë, saj, ndoshta e ka thonë, tani nuk më kujtohet tekstualisht, edhe elhamdulillah që unë e kam mendimin se nuk lejohet incizimi i fshehtë. Por sikur ta kishim pas mendimin që lejohet mi incizu këta njerëz, kur flasim telefonat, atëherë do të kishim pas argumente shumë më të fuqishme. Mirë po, ne kemi mendimin se incizimi i bisedës, kur njeriu e bën besim me ty, kjo është haram, edhe tradhti. Këtë rrugë kanë bërë këta dhe njerëz të ngjashëm me këta. Pra thotë se nuk janë më shumë se keqkuptime dhe hamendësime. Prandaj nuk mund të them se betohet rrënjshëm, se ndoshta më ka thonë se janë keqkuptime. Këto takimet e Idrizit me këta njerëz janë keqkuptime. Ai ndoshta ka thonë. Prandaj përgjigjja ime ka qenë, a janë të vërteta këto, do më thënë, le keqkuptimin ose hamendësimin. Kjo fakti, takimi, është i vërtet. Këto fjala janë të vërteta? Ka thonë po. Atëherë, leti hamendësimet e kështu, për këto fjalë, kështu ka thonë shehu. Do më thënë, edhe ka mbaru kjo çështje. Mirë po, më pas, do të përmendim se çka ka thonë ai, pse nëse kanë menduar ashtu, pse kanë ardhur kështu. Do të thonë kjo tregon se nuk e kupton fen islam dhe menhexhin selefi. Do ta sqarojmë kur të vijë ajo. Pastaj këtu përmendet ardhja e Fawaz el-Medkhali, që ka qenë me të vërtet tani duket, do të thonë se ardhja e Fawazit ka qenë një prej goditjeve katastrofale të davetit selefi. Ai ka bërë vetëm dëm me ardhin e tij, thot nuk kemi dëgju që ka marrë një mësim ose një shpjegim. Madje shikoni, Fawaz el-Medkhali e ka ndaluar në Arabinë Saudite të marrë mësime. Dhe gjithashtu ligji i Arabisë Saudite është që askush prej saudianëve zguxon dalë jashtë për dawe pa leje nga shteti. Më thënë, ai nuk ka leje brenda shtetit të mbaje, ka shumë njerëz që kanë leje brenda të mbajnë dawa dhe nuk i japin leje për jashtë. Edhe ky njeri nuk ka leje as për brenda, edhe ka dalë jashtë. Me që është gjendja e këtill, prandaj e keni pa se ata lajmërojnë takime vllazërore, kushdo e keni pa lajmërimet e tyre. Edhe mirë, themi, nuk i kanë incizu derset. Por nuk kemi pa ndonjë lajmërim. Ata kanë përmend shumë, janë lëvdu shumë, ishim me shejhun kështu, na tha kështu, mirë po nuk dëgjum ndonjëherë me thonë se shejhu na shpjegoi këtë libër, ose na dha këtë mësim, do të thënë mësim të islamit. Ai ka ardhur këtu, nuk ka marrë mësim edhe dawe, po ka ardhur, ka bërë shkatrim. Edhe argumentet edhe më vonë do t'i përmendim. Përndryshe Fawaz el-Medkhali, atëherë kur ka ardhur, ka pas diçka fjalë për të, dhe nuk ka qenë si në fillim kur e ka lëvdu Sheikh Rebia, edhe Sheikh Rebia përndryshe duhet të jemi real se e ka lëvduar për një aspekt. E ka lëvdu për qëndrimin e mirë që e ka mbajt kundër Muhammed ibn Hadit, megjithse e ka pas
tafërt Muhammed ibn Hadin. Për këtë shkak ja ka lëvdu qëndrimin Sheikh Rabia, po nuk do të thonë se ka lëvdu se është prej dietarëve që merret dituri. Pastaj edhe nëse kishton Sheikh Rabia, ne duhet ta shikojmë ku janë librat dhe mësimet e Fawazit. Ku janë, do të thonë që ta dim se është dietar, ose të paktën që të marrim dituri. Mirë, do të pajtohemi, ban me marr dituri. Ku të marrim? Çfarë diturie të marrim nga Fawazi? Nëse ja hap profilet atij, ka, nuk them se nuk ka kështu ndonjë dobi nga dietar që e kopjon edhe e nxjerr në Facebook e kështu me radhë, por shumë ka me lajme. Do të thonë për Erdoganin, për Katarin, për Turqinë, për Jemenin, do thotë prandaj disa prej njerëzve, do të thonë që flasin arabisht e quajnë Fawaz News. Do të thonë se vetëm me lajme për politikë. Edhe kjo e ka dëmtuar dhe i ka dëmtuar vëllezërit selefi në Turqi. Do të thonë ne kemi qenë dëshmitar kur ka ardhur njëri e ka pyet një shejх se çfarë qëndrim bën se na ndalin në Turqi, na thonë a jeni ju selefi? Po. A Fawazin a keni shejх selefi? Po. Atëherë i kanë dëmtuar, do të thonë për shkak të fjalëve që i ka fol Fawazi, që nuk është e lejuar, do të thonë të flitet as për pushtetarët e vendeve tjera të muslimanëve, nuk lejohet. Edhe këtë Fawazi e ka kundërshtuar. Dhe ardhja e tij në Shqipëri ka qenë dam edhe katastrofë për davetin selefi, sepse vetëm e ka thellu për çarjen. Mirë, do të tregojmë disa detaje më vonë. Këtu thot se unë në Klapa Besmiri, do të thonë tani ai që është duke fol, kam kontaktuar me Xhemalin dhe kam vënë dieni për ardhjen e Sheikh Fawazit, ndërsa Xhemali më pyeti, a ke pyetur dietarët për ardhjen e Sheikh Fawazit? Do të thonë tani kjo është gabim sipas Besmirit. Qoftë edhe dikush që lëvdojnë dietarët, pse mos pyeten dietarët e mëdhenj? Do të thonë pyetet një dietar më i madh, thotë si është këshilla jote që ta marrim filanin për dawën në vendin tonë. Sepse ka mundësi që dikush në përgjithësi është njeri i mirë. Mirëpo nga njohja që e kanë dietarët për ta, e dinë se nëse hyn në zgjidhje të problemeve ose shkon në vend të panjohur ku nuk i di njerëzit, bën të llovi. Do të thonë këto ka ndodhur gjatë eksperiencës që ka njerëz të tillë, që është në rregull nëse e shen xhami dersin e mban, edhe mirë, prezantojnë nxënës të dijes selefit, prezantojnë në rregull është, po nëse del prej këtyre kornizave menjëherë bën të llovi. Edhe këta i njohin dietarët, prandaj duhet të pyeten. Thot, jam përgjigjur, nuk kam pyetur. Sheikh Rabia e lëvdon, Sheikh Fawazin, thot ki, ti a ke diçka ndaj Sheikh Fawazit që nuk e dim? Thash, Xhemali më tha jo. Thot, pra Besmiri këtu ka thonë, unë nuk kam nevojë të pyes, unë e di si është Fawazi, s'kam nevojë ta pyes askënd, se di që e ka lëvdu Sheikh Rabia, edhe siç thash, nuk e ka kuptuar as lëvdatën e Sheikh Rabis, as gjendjen e Fawazit. Edhe normalisht që unë nuk kam pas diçka të qartë që ai ka bërë, do thotë një kundërshtim të Kuranit ose Sunetit që ti paralajmëroj njerëzit. Mirë po, ka pas diçka dhe ajo që është kërku vetëm të pyeten dietar. Nuk kam thënë mos e merrni, po pyet ndonjë dietar para se të bash. Thot një ditë apo ditën, e ka qëllimin një ditë para, apo ditën që ka ardhur Sheikh Fawazi, kam kontaktuar me Xhemalin dhe i kërkova të vinte e kështu me radhë. Unë atëherë nuk kam qenë shumë larg. Kam qenë në Zvicër, gjithashtu kam ardhur rrugës me makinë që ka zgjatë një kohë, edhe i kam thonë ti të më kishte tregu më herët se do të thonë për tu përgatit tani nëse vjen një shejх, do të thonë duhet me pas parasysh më herët, jo atë ditë që ka ardhur, atë ditë më lajmëron, hajde. Ku jam unë në atë moment, nuk i ka interesu. Edhe për këtë nuk ka arsyetim. Mirë, pastaj tregon disa këto nuk janë me rëndësi. Thot, do të thonë gjithë këtë që e tregoi Besmiri, thot, nga historiku i ngjarjeve kuptohet qartë. Do të thonë shikoni, nga kjo pyetja, ktheu një pyetjes,
me faktet që i ka pranu Besmiri, edhe ai tjetri, edhe vet Idrizi, edhe këtë ja kam thonë 3 herë Besmirit dhe ka pranu se unë i kam thonë a janë këto të vërteta, ata kam thonë që janë. Me këto, gjykimin e ka dhënë Sheikh Abdullah Bukhari, hafidhahullah. Thot, nga ky historik, nga kjo pyetje, do të thonë edhe ardhja e Fewazit që unë nuk kam shku atëherë, thot, kuptohet se qartë se Xhemali është prej shkaktarëve kryesor të përçarjes së selefive. Do të thonë, e kuptum këtë shkakun që e ka përmendur dhe këtë argumentin, që është gënjeshtër edhe manipulim, sepse nuk ka qenë ashtu, edhe prandaj unë dal në mënyrë publike edhe sfidoj që të bashkohemi dhe të betohemi në Allahun, edhe unë betohem në Allahun me betime madhështore, betohem Zotin e gjithësisë se kjo pyetje ka qenë në këtë mënyrë që e përmenda, që kanë dëshmu njerëz që janë afër. Dhe ato fakte, do thot, i kanë vërtetuar edhe të tjerët. Do të thonë, unë jam prej shkaqeve kryesore të përçarjes të selefive. Tani, cilë selefi i ka për qëllim? Se nëse e ka qëllim veten, më thënë, kjo tregon se është i dobët dhe e di devimin e vet, që e hedhë se i ka përqa selefit. Kish pas mundësi me thonë, Xhemali është shkaku kryesor që na ka largu ne, edhe na ka nda me selefit, për shembull. Mirë po kjo fjale përgjithshme përçarës i selefive, ka tjetër unë e kam përça. Do të thonë duhet tregoj cilët janë ata selefi tjerë që i kanë përça. A ka për qëllim Alban Malen, ose Ahmet Hoxhën, ose tjerë, do të thonë prej halebistave, ose kutbit, kanë ka qëllim selefit që i kanë përça. Nëse është e vërtet, se unë i kam, nëse kishte qenë e vërtet, do të thonë se nuk është e vërtet, por nëse kishte qenë e vërtet, që e kam largu Idriz Manushin nga daveti selefi, a quhet, do të thonë, edhe nëse Idrizi është selefi, a thuhet se i ka përça selefit, ka mundësi të thotë, aja është shkaku i parë që na ka largu, edhe ka bë, ose ka bërë përçarje mes neve. Atëherë, do ta kishim arsetu. Po kjo, do të thonë, kështu është rruga e atyre që janë të dobët dhe që e din gabimin e vet, që mundohen ta bëjnë më të përgjithshme, që të fusin më shumë njerëz të solidarizohen me ata. Do të thonë, ju e dini, këta kutbit, në fillim kanë thonë, do shta shumica juve nuk e dini, që unë jam përçarës i selefive. Kanë thonë halebistat, që unë jam përçarës i selefive. Edhe kanë thonë Hadadid, gjithashtu se unë jam përçarës i selefive. Edhe Besmir Sasani të njëjtën rrugë. Do të thonë, të paktën le ta diagnostifikoj tamam ku është problemi. Dhe nga kjo u kuptu qartë, do të thonë nga ky shkak, që në realitet nuk është i vërtet. Do të thonë, ky argumentin në cilin mbështetet Besmiri është krejtësisht i rreshëm dhe i manipulum. Pastaj, pika e dytë, nga historiku i ngjarjeve kuptohet qartë se, pra Xhemali është shkaktar kryesor i përçarjes së selefive. E dyta se Xhemali bashkë me ty, pra Semirin, që keni ardhur në Tiranë pas 3-4 vitesh, jeni përpjekur ta ndreqni përçarjen që vetë keni shkaktuar. Do të thonë, edhe kjo sipas Besmirit është gabim. Do të thonë që këtu do të thonë edhe një herë ta përsëritim, Semiri përgjigjet për fjalën e Fewazit, që ka thonë se Semiri ban vetëm përçarje. Kurse ky gjithë këtë mund për t'ja hedhë poshtë Semirit fjalën, se Xhemali është përçarës. Do të thonë nuk është përgjigje ndaj atij me të cilin është duke marrë. Pjesa e dytë thotë keni ardhur që ta ndreqni ju. Prap them, nëse kishte qenë e vërtet se ne kemi shkaktu përçarje, prap ne kemi marrë iniciativën për bashkim. Edhe këtu nuk ka diçka për qërtim, këtu ka vetëm falenderim dhe mirënjohje. Do të thonë, keni gabu një herë, po pastaj jeni mundu ta ndreqni gabimin, nëse kishin, por kjo nuk ka qenë e vërtet. Ne kemi shku për shkak të këshillave dhe orientimeve të dietarëve selefi për bashkim. Edhe për shkak të këmbguljes së Sheikh Arafatit, hafidhahullah, që këta nuk ja din vlerën, edhe nuk janë falenderues se Sheikh Arafati është mundu me çdo gjë që pasi i ka njohur vetë. Do të thënë vetë e ka pa Besmirin
Holland, edhe ka pa Abdullah Nasufin në Medine, edhe I ka njohur në përgjithësi realitetin e këtyre, edhe është mundu që ti na ka detyru, domethënë që ti afrojmë, ti shtojmë kontaktet, të afrohemi për të këshilluar. Këtë ka bërë Sheikh Arafati, kurse Fewazi e ka bërë të kundërtën. Domethënë atë që vetë ata e kanë transmetuar, se Fewazi ka thonë mos u merrni me ata, mos shkoni, kur ndërkohë që vërejtjet tona për ata kanë qenë vërejtje fetare, gabime në fe. Dhe kemi shpresuar që janë largu prej atyre dhe bëhet përmirësimi. Domethënë me afrim korrigjohen edhe më shumë. Kurse ata vërejtjet që kanë kundër nesh, shihni, çka janë personale për vetet e tyre. Edhe thonë se, domethënë kjo është pikë që duhet të sulmohemi, pse kemi shku të ndreqim atë që ne kemi prish. Edhe kjo është gjë për të lëvduar, nëse njeriu mundohet të ndreq dhe nuk këmbgul në gabim, nëse kishte qenë e vërtetë se jemi në gabim. Edhe themi, pra thot Besmiri, themi normal që më parsor është Xhemal Jakupi dhe pastaj Tio Semir, dhe me këmu qujt nxitës të fitneve dhe përçarës. Pastaj thot, keni ardhur ose mirë, bashkë me Xhemalin Tiranë në tetorin e vitit 2022, në xhaminë e urës së Beshirit, para takimit në Rubjek, dhe Xhemali ka thënë për akuzat ndaj Idrisit, tek unë pashtu tek Semiri nuk ka diçka në zemër, as në mendje ndaj teje o Idris. Normal që të dy jeni për të përshkruar si përçarës dhe nxitës të fitneve, sepse po mundoheni edhe ti tjetërsoni faktet, të tjetërsoni ngjarjet. Domethënë, nëse ne kemi shku në vitin 2022, kemi shku, domethënë, me këshillën e Sheikh Arafatit, që t'i vizitojmë dhe të flasim, edhe jemi mundu që ta zbusim situatën. Kemi shku atje, edhe ata para kësaj janë konsultu me Fewazin, se këtë na e kanë thonë vetë, edhe kemi shku aty dhe nuk e kanë lëviz vendin, domethënë nga Shkupi edhe Kërcova kemi udhëtu deri në Tiranë, edhe mezi kemi gjetë kiturën e Beshirit, edhe kur kemi shku aty nuk kanë lëviz vendin, edhe me zor na kanë kthy selamin, edhe nuk na kanë shikuar në fytyrë. Kur domethënë dorën na kanë zgjat pa na shikuar në fytyrë, të tre këta. Edhe disa prej xhamatit që I kishin me veten, se di pse I kanë marrë ndoshta si dëshmitar, po mirë që I kanë pas si dëshmitar, nuk deshin të na flasin. Domethënë, sikur kanë treguar qëndrime kështu me radhë, ku është dëshira për bashkim. Domethënë, nëse kishte qenë vërtet, prapë them, që ne I kemi bë pa drejtësi. Domethënë tani kur duam ne të afrohemi, pse ku është në rregullat e Islamit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në rrugën e selefëve, thotë që ta pranoshat, sepse bëhet fjalë për çështje personale. Edhe aty te ky takim, te kjo xhami, çka kanë përmend kanë qenë çështje personale. Ke thonë për mua, s'ke thonë për mua, domethënë nuk ke lëvdu, ma ke mbyll derën e davetit, kështu e kuptojnë ata. Nuk ka qenë me thonë se ti ke gabu në këtë çështje, në fenë e Allahut, edhe pa u përmirësune nuk të pranojmë. Domethënë atëherë do të kishte qenë e arsyeshme. Edhe do të shikoj çfarë logjike keni ardhur, jeni taku, mirë po normal që të dy jeni për të përshkruar si përçarës dhe nxitës të fitneve. Domethënë pasi kemi shku për pajtim dhe shuarje të fitneve. Edhe prapë ka thonë më vonë, po, këtu është çështja tjetër, pastaj për organizimin e seminarit që ka qenë Mans. Besoj keni marrë pjesë një numër prej jush. Edhe kjo ka qenë me këmbguljen e Sheikh Arafatit që të shihet bashkimi, domethënë publikisht. Mos tjetë veç pretendim se jo ne s'kemi diçka ose kështu, po tjetë në praktik. Bashkim për përhapjen e diturisë. Jo bashkim si tha njëri prej këtyre. Tha bashkëpunimi është që ju të më lëvdoni mu, unë t'ju lëvdoj ju. Kështu. Nuk është ky bashkëpunim, edhe ja kemi përmend këtë Sheikh Arafatit, edhe është edhe për qesh edhe për çajt kjo fjalë. Domethënë bashkëpunim për përhapjen e diturisë. Të organizojmë seminare, thirrje,
Edhe seminari ka qenë me të vërtet me këmbgulje të Sheikh Arafatit, që njerë ka thonë tjetë 7 ditë, pastaj 5 ditë, pasi këta nuk kanë dasht, pastaj më në fund ka qenë 3 ditë, mirë po me marrë nga një libër prej bazave të diturive, do të thënë prej librave themelor, se cili me shpjegu për ato 3 ditë, do të thënë një libër shkurt, asket nuk e kanë bërë, na kanë dhënë secilit nga një ligjerat vetëm, do të thënë një fjalim të hapur. Këtë e kanë bërë, por qëllimi është se prap kushtimisht them shehu janë, ai që unë e kam pas kontakt, se ata na akuzojnë se unë e kam manipulu Sheikh Arafatin, ose na akuzojnë se ta që kanë ndru qëndrimin, ose Sheikh Abdullah Bukharin, edhe Minago thot, ai dhe më thënë Gjemali e ka manipulu Sheikh Abdullah Bukharin. Dhe më thënë nuk e njojnë Sheikh Abdullah Bukharin, prandaj thonë fjalë të këtilla, po edhe Sheikh Arafatin. Nuk ka mundësi, Sheikh, dhe më thënë vetëm unë, vetë, personalisht edhe Sheikh Arafati, në dhomën e tij, në bibliotekën e tij, në shtëpinë e tij, Sheikh Arafati më kundërshton kur i tregoj diçka, edhe kërkon argument, sipas rrugës së mësuesit të tij, Sheikh Rabis. Do të thënë, nuk ka mundësi vetëm unë, pa qenë askush tjetër. Do të thënë, nuk i pranon fjalët e mia vetëm ashtu, me thënë akuza nga qefi jem ose nga xhepi jem, por me argumente. Edhe prandaj Sheikh Arafati, hafidhahullah, na kanë nxit, do të thënë, për këtë seminar. Edhe alhamdulillah, ma në fund u mbajt me ato siç u mbajt. Mirë po çka është, thot, prap thot se ju e keni bë këta që ta ndreqni ata që vetë e keni prishur dhe shkatruar. Do të thënë sigur kjo është diçka e keqe. Më kur njeriu do me ndreq atë që ka shkatruar, e ka prish. Megjithse nuk është e vërtetë, por edhe me qenë e vërtetë, atëherë në rregull është. Mirë që e pranon. Do të thënë, ku është mundi i fewazit dhe përkthyesve të fewazit që ta ndreqin atë që kanë shkatruar? Këtu është pyetja. Do të thënë, ne që kemi mundu, ne kemi bërë një gabim, edhe jemi mundu të ndreqim. Ku është mundi i tyre të ndreqin atë që është bërë gabim, ose edhe sikur mos kishin bërë asnjë gabim, ku është mundi për ta përmirësuar gjendjen e davës selefie. Pastaj ky Besmiri, Allah e udhëzoft, e përmend tani i drejtohet Semirit, ku ka thënë se unë mbaj davet në 3 gjuhë, shqip, maqedonisht dhe gjermanisht. Këtë dim, do të thënë gjithashtu akuza e fewazit është se nuk merret me davet, po vetëm me fitnë dhe përçarje. Kështu ka thënë për Semirin. Edhe Semiri është përgjigj. Kjo nuk është e vërtetë, unë baj davet shumë. Edhe në këto 3 gjuhë, po Besmiri çka thotë, nuk ka rëndësi se në sa gjuhë mban mësime. Rëndësi ka nëse i edukon njerëzit me menhej selefi. Jo ti edukosh që ti akuzojnë njerëzit pa fakte. Jo ti edukosh njerëzit në zhvlerësimin e dietarëve si Sheikh Fauzani, Sheikh Abdulaziz Al-Sheikh dhe Sheikh Abadi. Këtë 2 herë përsëri, do të thënë te njëjti paragraf 2 herë është thënë kjo, se demek i zhvlerëson dietarët si Sheikh Fauzanin, Sheikh Abadin dhe Sheikh Abdulaziz Al-Sheikh. Tani themi duhet me pas parasysh fjalën e Allahut subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Do të thonë çdo fjalë që e flet njeriu ka mbi të një mbikëqyrës dhe shkrues preciz. I shkruan të gjitha fjalët. Dhe në ditën e gjykimit do të dalin këto libra. Shikoni këtu kam një libër që janë regjistruar fjalët e Besmirit, që vetë i ka shkruar. Kjo është, do të thonë, që vetë ai e ka shkruar dhe pastaj e ka lexuar në audio. Do të thënë edhe ka të incizuar, edhe ka të shkruar. Por edhe sikur mos ishin këto, ato janë të shkruar në librin, janë të shkruara në librin e melajkeve. Edhe do të dalin ditën e gjykimit. Prandaj njeriu duhet ta ketë parasysh se çka flet. Si kanë thënë disa prej selefëve, para se të folësh një fjalë, mendohu si do të përgjigjesh për atë fjalë. Ose ka thënë dikush, nuk kam folë në jetën time një fjalë pa e përgatitur përgjigjen për ta. Tani si do të përgjigjesh ti se Hoxha Semir Veliu i zhvlerëson këta dietar? Ku është ky zhvlerësim? Njëherë, do të thonë, duhet ta kuptojmë se dietarët do të thotë kanë vlerën e madhe.
secili prej dietarëve, edhe kanë hak të respektohen. Mirë po, nuk është hak i dietarëve që të ndiqen çdo fjalë që e thonë. Pra kjo është, nëse e kundërshton dikush këta, nuk është prej rrugës së selefëve. Pra, secilit i merret dhe i refuzohet fjala. Pa marrë parasysh kush është, si ka thënë Imam Maliku dhe gjithë dietarët, do të thonë, askujt nuk i merret secila fjalë pa përjashtim. I merret fjala që është me argument. Edhe i refuzohet nëse e ka kundërshtuar argumentin. Edhe nëse është më i madhi. Pra, shikoni si ka thënë Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, për Ebu Bekrin dhe Omerin. Më thënë, më të mirë të njerëzimit pas pejgamberëve, edhe për ata ka thënë nuk bën me ju marrë secila fjalë, sepse e kanë gabim këtu. Ai ka zhvlerësu. Do të thënë, kjo tregon se Besmir Cacani nuk e kupton diturinë. Mendon që nëse e kundërshton dietarin, pra nuk ja merr një fjalë një dietari, ja merr një dietari tjetër, do të thënë se ke zhvlerësu. Atëherë sipas kësaj peshore, këtu fjalë që i ka thonë më vonë për Sheikh Abdullah Bukharin, do të thënë se ka zhvlerësu, pra. Edhe realiteti është që e zhvlerëson, mënyra se si flet. Do të thënë ky nuk di të respektoj dietart dhe nuk di çka do të thonë mos pranimi ndonjë fjale të dietarit. Sa i përket Sheikh Fauzanit, do të thonë, Semiri është më i aftë që ta mbroj vetveten, s'ka nevojë unë ta mbroj, mirë po, pasi jemi në këtë temë, do të thonë, sa i përket Sheikh Fauzanit, të gjithë ne dhe të gjithë ju që keni qenë prezent, e keni dëgju, e keni qartë se çka ka thonë Semiri. Më thënë e ka pas qëllimin, dhe nëse ketë mund t'ja refuzoj Semirit dikush, le t'u urdhroj. Pra, Sheikh Fauzani nuk merret me detajet dhe me individet e njerëzve, që ti i njohë secilin. Pra, le të shkoj Besmiri, ose Fewazi ma le të shkoj ta pyes çka thu për Semir Veliun ti Sheikh Fauzan. Edhe në të marrë përgjigjen, nëse e nje Sheikh Fauzani, edhe je përgjigjen, ne me njëherë pranojmë fjalën e Imam Fauzanit. E keni dëgju, Semiri as nuk thot Sheikh, po thot Imam. Edhe kemi bisedu me Semirin, ka thënë mu më vjen rand, unë, do të thënë, them për këtë imam, them Sheikh Fauzani. Po çdo herë kur e përmend thot Imam Fauzani. Edhe lëvdatat dhe promovimin e Sheikh Fauzanit, do të thënë, besoj që secili që ka dëgju Semirin e ka të qartë. Edhe ma përmendi një fakt, ndoshta edhe ai do ta përmendë Semiri. Le t'i pyesin ata që zdin Shqip, që din vetëm maqedonisht, në Kërçov, që dëgjojnë davet vetëm në gjuhën maqedonisht, nuk i din këto manipulime të Besmir Cacanit. Le të shkojë te ata dikush, ti thot Semiri e nënçmon Sheikh Fauzanin. Edhe ata do thonë ti ai çmend ose do të thonë ata nuk e kanë njohur Sheikh Fauzanin ata, do të thonë para se ta promovoj Sheikh Semiri hafidhahullah. Por shprehja që e ka thonë ne pajtohemi se nuk është e saktë. Do të thënë në atë mënyrë nuk thuhet për Sheikh Fauzanin, edhe Semiri e pranon edhe ka nxjerrë sqarim për këtë. Edhe pas sqarimit dhe pas publikimit pendimit, ai që e përmend përsëri atë gabim, do të thënë nuk është tjetër përveç se Haddadi. Do të thënë se kjo një, do të thënë mos pranimi i pendimit publik të njerijut, do të thënë është prej menhexhit të tekfircave dhe Haddadive. Do të thënë të tekfircat nuk ka pranim. Kur e kanë taku njërin prej sahabeve dhe kanë dashur ta vrasin, ju ka thonë sahabiu me mençurin dhe imanin e tyre, ka thonë, a pranoni ju prej meje atë që ka pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kanë thonë, çka është ajo? Ka thonë, unë kam shku si mushrik të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kam pranu islamin. Dhe më thonë, tani ju a pranoj, unë jam qafir për ju. A ban ta pranoj tash islamin? Ka thonë, jo. Kështu, është menhexhi i këtyne, që ti atë ka rëshqit një fjalë. Edhe mbaroj, ti pendohu edhe 5 milion herë, dhe më thënë nuk ka pranim të ne, por ne shpresojmë që Allahu na i pranon pendimin. Tjetra, kjo vërteton se nuk kanë argument kundër Semirit, pasi kapen për atë.
Se po të kishin pas argument tjetër, do ta kishin lënë këta, se ky e anuloi, se mirë, do të thënë me sqarimin që e kanë nxjerrë, ka anulu këtë akuzë, atëherë do të kishin kap dikun tjetër. Do të thënë, kjo e tregon pastërtinë e Semirit, Allahu e ruajt. Kjo sa i përket Sheikh Feuzanit, ose Imam Feuzanit, kurse për Abdulaziz al-Sheikh, ose Sheikh Abadin, që i ka nënvlerësu, ose ka zhvlerësu, atëherë duhet sjellë Semiri dhe duhet sjellë Besmiri argument, ose nëse nuk sjell argument, do të thonë është shpifës dhe gënjeshtar. Dhe te Allahu takohen kundërshtuesit, edhe Allahu është gjykuesi më i drejtë. Po, pastaj në çështjen tjetër ka përmendur Semiri ku janë refuzimet e këtyre kundërbidatxive. Edhe ka shkruar një referat gjatë Besmiri duke lëvdu vetveten se kam refuzu, kam shkru kundër Halebiut, Selim Hilalit, Abdulaziz Turejfi, Usama Utejbi, Ikhvancave, Sufive, Isisit, Khawarijve, Hadadive, Musafikave, kështu thot, dhe në rregull, ndoshta është ajo e vërtet, nuk ka problem, mirë po duhet konteksti për cilin flet Semiri. Më thënë, shikon tani gjithë këtë energji që kanë kundër Xhamalit dhe Semirit, edhe flasin me emra. Pse nuk kanë pas energji të këtill të flasin për lloj-lloj emra të bidatxive që janë këtu, thirrës. Si ka mundësi që vjen ai Sadullah Bajrami, edhe thot për selefit protestant të islamit, do të thënë për gjithë selefit, nuk ka thënë Xhamali ose edhe do të thënë Besmirit nuk i bën syri pat, as nuk mërzitet. Ahmed Kalaja, do të thënë vazhdimisht duke i sulmu selefit, ose tjetri, ose këta halebistat. Se thot Halebiu ne kam refuzu. Po halebistat këtu që janë, që vazhdojnë me shpifje dhe akuza kundër selefive, asnjëherë. Ose me aq sadim, do të thënë nuk ka kundër dikujt prej bidatxive në vendet tona. Mirë po, do të thënë nëse e kanë mendimin se ne nuk kemi nevojë të përmendim këta që janë këtu, ose së përmendim emra, si menhexhi mumejinve, nuk përmendim, si kanë kaq shumë energji të përmendin emrat e selefive. Edhe çka është vërejtja kundër këtyre selefive, pse kanë folë kundër nesh. Do të thënë nëse dikush flet kundër fesë Allahut, nuk ka problem. Le të flasë, ai puna e tij është. Po kur të flasë kundër meje, atëherë këtu nuk ka të falur edhe nuk ja pranojmë edhe nëse vjen ta korrigjoj atë të keqen, as nuk ja pranojmë nëse e pendohet, nëse e përmirëson, do të thënë s'ka, se e ka prek personalitetin tim. Do të thënë wala wa bara, për çka? Do të thënë kjo është hallka më e fuqishme e imanit, që dashuria të jetë për hir të Allahut, urrejtja për hir të Allahut, miqësimi për hir të Allahut, armiqësimi për hir të Allahut. Si është për hir të Allahut? Kur e sheh njeriu që është në rrugën e sahabeve, rrugën e selefit. Do të thënë duhet patjetër ta duash. Edhe nëse ndoshta të bën ndonjë dëm, ndonjë fjalë me qëllim, pa qëllim, ajo është që lehtë menaxhohet dhe tejkalohet. Kurse kur dikush flet keq për fenë e Allahut, po marr parasysh sa është i mirë ndaj meje dhe mjep ose më ndihmon kështu me radhë, por ai e ka prish fenë e Allahut. Atëherë këtu tregohet imani. A është për hir të Allahut apo për hir të personalitetit vet. Edhe tjetra thot për fjalën që ka thënë Semiri, ata kur nuk janë njohur si përkrahas publik të menhexhit selefi, thot, pastaj ka përmendur disa, edhe këtu e ka qëllim Semiri, besoj, do të thënë ai do ta sqaroj, mirë po do ta kisha thënë edhe unë këtë fjalë. Ku kanë qenë këta kur janë sulmu, kur është sulmu daveti selefi këtu, siç përmendëm, ose kur janë sulmuar thirrësit selefi, ku janë që të reagojnë. Do të thënë sa vite kemi pas probleme, përplasje nga hadadit, që lloj-lloj shpifje, lloj-lloj domethënë manipulime kanë sjell, dhe një prej këtyre kryesorëve që i kanë manipuluar njerëzve vet, domethënë kanë thënë se vetë Xhamali është i izolum, domethënë Xhamali i ka këto probleme. Ku janë atëherë, aty publikisht ta tregojnë qëndrimin dhe t'i luftojnë hadadit ose tjerë sulmues prej kutbive, sururive, halebistave, kështu me radhë. Këtu është qëllimi. Nuk është qëllimi veç
dhe me në përgjithësi unë e kam mbrojtë Sheikh Rebin, alhamdulillah, mirë, ajo nuk është keq, me mbrojtë Sheikh Rebin. Mirë po që të shohim kur ka probleme dhe lufta, thirrja selefije, këtu në vendin tonë, nuk lëvizni, atëherë, të më thënë tregon se nuk keni xhelozi për da'wen selefije. Edhe pastaj këtu ka thonë, a i keni thonë Sheikh Rafatit, iniciatorit të seminarit Manz, se këta tre nuk njihen si përkrahës publik të menhexhit selefi. Do të thonë, ky nuk e kupton se ka mundësi dikush që ka pas gabime të përmirësohet. Edhe t'i japim mundësi. Si Sheikh Rafati gjithmonë ka thonë, hapjani derën të gjithëve. Do të thonë, pa marrë parasysh sa mangësi ose probleme kanë, hapuani derën që të hynë, ne duam që gjithë njerëzit të hynë me menhexhin selefi. Edhe u hapim derën secilit, edhe mosbesimtarve, edhe jahudive, nëse duhen të hynë në islam dhe në menhexhin selefi, e kanë derën hapur. E ku nëse dikush pretendon se është selefi, edhe ka pas gabime të vogla ose të randa, ne jemi me zemër të hapur dhe me krah të hapur, që ata të kthehen, të përmirësohen, ose për disa gjëra vetëm ti anashkalojmë. As nuk i kemi kërku, nuk ju kemi kërku, le ta tregojnë ata, a ju kemi kërku dhe njëherë, bëni sqarim për këta. Që keni, do të thonë, nëse ju e keni lënë atë gabim, tash vazhdojmë, s'është problem. Se edhe Sheikh Rebia ka thonë edhe ka argumentuar me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë, kur kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mosbesimtar të llojshëm, ai ju ka thonë atyre, nuk mund të hini në islam njerë pa sqaruar ato akuzat që i keni bërë më herët ose kështu, si ka thonë. Do të thonë, ne gëzohemi që dikush të kthehet, nuk ja vështirësojmë rrugën dikujt që të kthehet në hak, nëse ka gabu, do të thonë gëzohemi. Prandaj mendojnë këta se Sheikh Arafati është si Fewazi. E Fewazi s'do me pranu askënd. Edhe ka thonë, mos bashkëpunoni, do të thonë, mos pranohen selefit të bashkohen. Kurse Sheikh Arafati na ka thonë, hapuani derën, pritini, kontaktoni, vizitoni, edhe kjo është ajo që kemi bërë. Kjo është, do të thonë, se ata nuk kanë dënë qëndrim që ta shohim haptaz si e kanë përkrahur menhexhin ose davetin selefi. Edhe këtë ka thonë Semiri, kurse këtu Besmiri më në fund thotë, kjo është gënjeshtër e pastër si kristali. Pra tregova çka është qëllimi dhe si është realiteti, edhe pse njerëzit i kanë pas këto dobësi, ne duam që të afrohen mirë, por ata nuk kanë dashur. Edhe më e madhja gjithashtu është ai grupi në WhatsApp që kemi hapur, që ata gjithashtu të na këshillojnë ne, edhe ne t'i këshillojmë ata. Thënë kemi hapur, edhe kemi qenë mirë pritës të këshillave dhe vërejtjeve, asnjëherë, asnjë shkrim. Kur i kemi dhënë këshilla, ignorim total. Do të thënë, as nuk kanë thënë se nuk është ashtu, ose është kështu, ose do ta përmirësojmë. Më thënë, vetëm me këshillat e Fewazit. Ata kanë hecë në këto 5-6 vite vetëm, si ka thonë Fewaz el Medkhali, ose 7 vjetë sa ka. Pastaj, edhe kjo është më rëndësi ta përmend, do të thënë, prej shpifjeve, është ja të tregojmë se çfarë ka ndodhur në vitin 2016, kur shkoi Xhamal Jakupi për umre në janar të vitit 2016 dhe u vu me shpatulla për mur nga dosja Alban Males, e dorëzuar të Sheikh Rebia. Do të thënë, kjo me të vërtetë është për të ardhur keq. Do të a je me Alban Malen a nuk je? Do të më tregu. Si unë demek pas kam qenë me shpatulla për mur nga akuzat e Alban Males. Do më thonë, ti përkrah ata, se kanë qenë dhe realiteti është se me pas qenë unë me shpatulla për mur, nuk kisha pas aq guxim me shku te Sheikh Rebia pas një përkrahës. Le çka thot Alban Mala se i ke pas filanin. Do të thonë, aty te Sheikh Rebia Alban Mala i ka kërku Sheikh Rebis që mos hyje Albeni dhe Semiri. Mos hyjnë. Se i kanë thonë, ne kemi problem vetëm me këtë. Do të thonë, mirë, tha Sheikh Rebia, mos hyjnë. Bile Abdul Wahid el Medkhali, që mendojnë ata se na kanë ndihmu ne. Kurse ata hinën 3 veta. Do të thonë,
vetëm që tregojnë se ky s'ka njerëz. Do të thonë Albani thotë se e ka pas filanin, dhe me Sheikh Abdulillah, Abdul Wahid Medkhali, Sheikh Arafat, e kështu me radhë, thotë Alban Malik, gjithë këta, edhe Muhammed ibn Hadi, po ashtu, gjithë këta më kanë përkra, edhe prapë s'kan mund të më shpëtojnë nga Sheikh Rabia, dhe kjo është, me të vërtet nëse është qesharake dhe shumë e ullët. Besmiri thot njajt, do më thënë Albani e kam bështet me qka më kam bështet. Do më thënë Albani ka sjell fotografi aty prej dosjeve, prej atyne fajleve dosjes së Albanit të Sheikh Rabia, ka qenë fotografi e Bekir Halimit me Ihya Turath. Janë fotografu. Unë nuk e kam ditë, aty e pas për herë të parë. Dhe nuk e di unë si ja ka mbështjella e Sheikh Rabis. Mirë po Sheikh Rabia, e morëm tash atë fotografi prap, shiko, ku është Xhamali? Nuk është. Jo, tha, këtu është njani që Xhamali bashkëpunon me ta. Dhe më thënë Bekir Halimi. Edhe Sheikh Rabia, edhe me ketë u zemru, sa i ka mendu se unë jam me Ihya Turath. Edhe tjera, dhe më thënë kështu që dolen, edhe Sheikh Rabia tha, ju keni vetëm pretendime. Dhe më thënë nuk sollet asnjë argument. Kjo ka qenë realiteti i akuzave të Alban Malës. Këtu, Besmiri, çka do me thonë, thot, pasi ka qenë, dhe me kun kam qenë në Gustic, edhe s'kam pasur rrugdalje, atëherë Alben Aliu ka kontaktuar me Idrizin, duke i kërkuar një dëshmi për Xhamal Jakupin. Dhe para se të kalojmë këtu, harrova me përmend lidhje me këtë spionazhin, përveç këtyre kontakteve, unë nuk e di a ka spionu, a i ka dëmtu selefit. Atë nuk e di. Mirë po unë e di një gjë mu që më ka ndodhë. Kur ja kam tregu një çështje në besim Idris Manushit, edhe ajo ka qenë për Sheikh Arafatin, nuk ka qenë për mu. Dhe me njëherë, këta grupi Alban Malet e kanë marrë këtë, e kanë përhap, edhe kanë sulmu Sheikh Arafatin me atë. Edhe kur e pyeta unë Idrizin, jo, nuk e pyeta, asë më shkoj mendja që Idrizi ka mundësi me pas tradhtu. Po pas një kohë, ai vetë, do të thënë, a dini fajtori si paraqitet vetë, ai që ka bën krim, tha, unë rastisht e lash telefonin edhe ai Abdullah Beqiri e ka pa mesazhin. Do të thënë, ky ka qenë arsyetimi. Pastaj unë më vonë kam marrë vesh se Idris Manushi ka qenë bashkëpunëtor me Abdullah Beqirin dhe Alban Malen kundër meje. Kurse mu më është paraqit edhe ka fol keq për ato. Kjo është realitet. Këta unë e dëshmoj sot edhe në ditën e gjykimit, edhe mund të betohemi me Idrizin, do të thënë se kjo është realitet. Për bashkëpunimin me shërbimet e shtetit, unë nuk e kam pa asnjëherë. Por si që thash, këto janë dëshmitartë. Abdus Samed Meta, Emin Ago, Besmir Cacani vetë, edhe tjetërin nëse ka nevojë do t'ja përmendi emrin, po s'është i rëndësishëm. Tani thot, pasi unë jam mbështet me shpatlla për muri, nga dosja e Alban Malës, Alban Aliu ka kontaktuar me Idrizin, duke i kërkuar një dëshmi për Xhamal Jakupin. Në mbrojtje të Xhamalit, kanë shkruar Idrizi, Abdusameti, Jusufi, Emini dhe Abdullahu. Letrën në mbrojtje të Xhamalit ja ka dhënë Sheikh Rabis Albani, kështu, do të thënë deri në fund. Kjo gjithashtu është gënjeshtër. Njëherë, e para e punës, unë nuk kam ditë për këtë çështje as pak. E kam marrë vesh dje. Domethënë kur doli kjo e Besmirit, e kam marrë vesh se kjo ka ekzistuar. Dhe unë isha i bindur se kjo është gënjeshtër, po doli se ka qenë e vërtet, se Albani ka kërku nga këta shkruajnë. Domethënë, shiko, kur vëllezërit selefi dhe nxënësdije e kanë pa pasivitetin e vdekshëm të këtyre, domethënë gjendjen e komës, i kanë nxit, domethënë ju kontriboni diçka për davetin selefi. Dhe nuk është e vërtet se i ka kërku mbrojtje për Xhamal Jakupin, po i ka kërku që ta tregojnë edhe ata realitetin për Alban Malën. Edhe e lexova unë, e kishte Albaniat, edhe aty ajo letra ishte lëvdat për vetveten. Këta që u përmendën,
kanë shkru, ne kemi bë davet, kemi mësu kështu në Medinë, te shejukh të mëdhej, kemi mësu te Sheikh Muhammed ibn Hadi, normal, në atë kohë ka qenë në rregull, te Sheikh Ali Nasir Fekihi, te Sheikh Abadi, kështu flasin. Edhe kur jemi kthy, kemi bë davet, jemi angazhuar me davet, kemi thirr. Edhe atëherë kanë fol për Albanin, që ka bo fitnen se cilin vend, fol kundër se cilit thirrës selefi, prej cilve edhe për Xhamal Jakubin, kështu, që e njohim me selefije. Do më thënë, na'rifu bis selefije, ashtu si e këshin shkruar. Do më thënë, e njohim si selefi Xhamalin. Kjo është lëvdata, do më thënë, për cilën, shikoj, Sheikh Rebis me acu ato dosje që janë argumentet pathyeshme, edhe unë jam me shpatlla për muri, jo lëvdata e këtyre. Edhe Muhammed ibn Hadi t'ja refuzoi kjo fjalë, se Muhammed ibn Hadi ka fol diçka mirë për mua atëherë, ja ka refuzu Sheikh Rebia. E mos flasin, do të thonë edhe Sheikh Fauzani me pasardh, mi thonë unë e njoh këtë për të mirë, i kishte thënë Sheikh Rebia, shiko argumentet. Ti e ke njoft, po shiko çka ka bërë ky njeri. Ka jo ta pranoje prej dikujt që aslen nuk e njeh Sheikh Rebia, nuk e njeh këta. Sikur edhe se më ka njoft mu, unë nuk kam gënjy asnjëherë që më ka njoft çdo herë Sheikh Rebia, nuk më ka njoft përpara, se unë kur kam qenë student, Sheikh Rebia ka qenë në Mekë, e kemi vizituar në Mekë, me grupin e vizitorëve shumë, edhe nuk më ka njoft personalisht, por, që kur ka fillu fitnia e Albanit, alhamdulillah më ka njoft, edhe se cilën herë kur kam shku, më thënë, atëherë e ka ditë kush jam, edhe njëherë kur kemi shku e kemi vizitu Sheikh Rebin, sa hyn me njëherë, pasi u përshëndetëm, tha ti që kishe problem me ata të Shqipërisa u rregullu problemi. Dhe më thënë kështu, Sheikh Rebia më ka majtë me në mirë, unë i tregova se problemi nuk është rregullu, është bërë dhe më keq, tha pse, çka është puna, tha shtash ata janë me Muhammed ibn Hadin. Këta, do thotë kështu, më rëndësia është se të Sheikh Rebia, rahimahullah, nuk depërton kështu një flet me shkrujt, i mirë është ky. Do të thënë, kur ka argumente kundër ti, nuk mund të ndërmjetësoje dikush kundër argumentit të Sheikh Rebia. Prandaj, kjo gjithashtu është manipulim nga Besmiri për tregu se, do të thënë, ju keni kërku ndihmë nga këta, kjo nuk është e vërtet, as unë nuk kam qenë ndjeni për këta. Ose ndoshta ma kanë përmend vëllezërit dhe kam harru, por që të përmendet kjo dëshmi të Sheikh Rebia, aty jam i sigurt se nuk ka ndodhur. Do të kemi pas 2 takime të Sheikh Rebia, kur kam qenë me shpatlla për muri, 2 herë jemi taku në 2 vite një pas një, edhe asnjëherë nuk është përmend kjo dëshmi e këtyre, do të thënë thirrsave që janë në Shqipëri. Thot, si keni kërkuar nga njerëz që kur nuk janë njohur si përkrahas publik të menhexhit selefi që t'ju japin vlerësim. Kjo është gënjeshtër, s'kemi kërku vlerësim, as s'kemi kërku mbrojtje, por Albani, në konsultim ndoshta me shujukh, më ka dashur që ju që pretendoni se jeni thirrës selefi, aktivizoni edhe ju për davetin selefi, jo të rini të qetë dhe dëmtohet këte, sulmohet, plagoset daveti selefi, ju rini aty të qetë. Më thënë, i kanë nxitë që të dëshmojnë për fitnet e Albanit, jo për mu, do më thënë, për fitnet që i ka bërë Alban Male. Edhe nëse duan ata, se është e drejta e tyre, autor janë ata, nëse duan mund të publikojmë, edhe të tregojmë se çka ka aty. Ka lëvdata për vetveten, jo për mu. Pastaj për incizimin e mësimeve, ka thonë, Semiri ka thonë, ku i kanë mësimet, ku i keni, Fewazit i thotë. Më thënë, që 30 vjetë që pretendon ti se bën davet, ku i ke mësimet? Po, ka thënë, jo, leja të 30, këto 5 vjetë e fundit, ku ke dhe një mësim? I thotë Fewazit. E këta, do më thënë, do të them atë që thotë Sheikh Abdullah Bukhari shumë herë, e kanë thonë djetar, do më thënë, sukutuhu yughnian isqatihi, do më thënë, rënja e kësaj fjale, nuk ka nevoj që të rëzohet. Do më thënë, rënja mjafton, s'ka nevoj të rëzoj. Do të lexoj vetëm këta. Thot, do me thënë, argument si pas Semirit, është fakti që ai mësimet që i mbani incizon dhe i publikon, ndërsa Sheikh Fewazi dhe ne, po ashtu që nuk i kemi incizuar dhe publikuar mësimet tona në të kaluarën, jemi për të qërtuar. O Allah në ndihmo.
Domethënë kështu logjika e Besmirit. Domethënë ti ne na intereson kontributi për davetin. Domethënë që të përhapet daveti selefi. Ku është kontributi juaj? Thotë si ne pse nuk i nxizojmë, nuk i përhapim, ti na qorton. Pikrisht. Domethënë ajo është dhe Sheh Arafati i ka këshillu shumë herë që ti incizojnë mësimet, të përfitojnë njerëzit. Mirë po, unë vetveten time e di se pse nuk i incizojnë, sepse e din dobësinë e tyre dhe nëse incizohen atëherë gabimet do të jenë të incizuara. Edhe nuk mund të ikin, se kur dëgjojmë prej vëllezërve që marrin pjesë mësimet e tyre se çka transmetojnë, është për tu habit. Pastaj këtu prapë ka përsëritur në formë të shkurt vëlla Semirit, kujtojmë që je ti ai që ka folur ndaj Sheh Fauzanit, ndaj Sheh Abadit, ndaj Sheh Abdulaziz Al Sheikh. Do të thënë le të sjellë argumentet ku ka folur, kurse siç tham për atë fjalë që ka qenë rrëshitje e qartë nga Semiri, do të thënë ajo është pendu dhe ajo është anulu. Te njerëz të hakut, do të thënë ajo anulohet. Përsëri, edhe kjo hera e 4 ose e 5 cila është se zhvlerësimet tuaja ndaj Sheh Abadit, Sheh Abdulaziz Al Sheikh, që janë kolos bashkor. Do të thënë vetëm e përsërit këtë, pas sjell ndonjë argument. Të paktën le të sjellë ose transmetim. Do të thënë nuk është e incizuar, sill transmetim të besueshëm, që e ka nënçmuar ndonjërin prej dietarëve ky vëlla. Pastaj këtu vazhdon me akuzë ndaj Sheh Arafatit, ma bëni Allah për zgjatin, po kjo është me rëndësi akuza të shumë të ulta kundër Sheh Abdullah Bukharit edhe kundër Sheh Arafatit. Një prej këtyre akuzave është se Sheh Arafati i paska dhënë tezkije një shejhu që është në Egjipt me emrin Hisham El Bieli. Ai është njeri që ka pas gabime, padyshim, dhe kanë kundërshtu shejhu selefi, mirë po edhe ai ka shfaq përmirësim dhe ka shfaq kthim të dietarët e sunetit. Dhe Sheh Arafati ka kontaktu dhe ka këshilluar. Prandaj nuk flet më kundër tij. Mirë po ka disa njerëz që e kanë marrë, e kanë përhap, kanë thonë Sheh Arafat i jep tezkije Hisham El Bielit, edhe këtë gjen një argument Fawazi për ta sulmu Sheh Arafatin. Këtu, do të them prapë themi, njerëz që kanë pas gabime dhe duan të përmirësohen, menhexhi i dietarëve të sunetit është që ti afrojmë. Edhe këtë Sheh Rebia ka ba edhe me ata që nuk kanë tregu shenja për përmirësim. Do të thënë i ka duru 10 vjetë, 5 vjetë, kështu me radhë. Do të thënë ka dashur përmirësimin e tyre. Interesant është këtu e përmend se Sheikh Hasan ibn Abdul Wahhab al-Banna ka paralemru kundër Hisham El Bielit. Kjo është e shkruar. Mirë po ka një tjetër, do të thënë e marrim në përgjithësi Besmir Cacanin me audio nga Sheikh Hasan ibn Abdul Wahhab al-Banna rahimahullah kundër këtij Bilal al-Salimi. Flet, do të thënë është audio e përhapur, a do ta marrë fjalën e këtij shehu njësoj për Bilal al-Salimi, apo nuk e me, do të thënë ka standarde për atë që i pëlqen, po për atë që nuk do, atëherë nuk e pranon. Edhe ka pru fjalën e Sheh Rebis, ka thotë që Sheh Rebia ka thonë, largohun nga El Bieli, derisa ai të kthehet dhe t'i kërkoj ndjes vëllezërve të tij. Do të thënë, ku ka problem këtu, ku ka kundërshtim veprimi i Sheh Arafatit me fjalën e Sheh Rebis. Do të thënë, edhe shikoni Sheh Rebia, do thotë çfarë mensuria dhe diturie dhe takwa. Do të thënë, largohuni derisa ai të kthehet. Pra ne duam që të kthehen, edhe kur të kthehet, është i mirëseardhur. Derisa të kthehet dhe është e qartë që edhe Hisham El Bieli gjithashtu ka nxjerr kthim për disa fjalë që i ka thënë ai vet, do të thënë ka nxjerr pendim publikisht. Atëherë ne normalisht se e pranojmë. Pastaj këtu ka thonë, demek kjo është vërejtje kundër Sheh Arafatit. Tjetër kritik që ka marrë dhe vazhdon të merr
vazhdon e merr Sheikh Arafati, është fshehja e fetvas së Sheikh Rabi's. Kjo është po ashtu nga turbullirat e Fawazit, se Fawazi ka thonë, ka kundërshtu një qëndrim për çështjen e konfliktit në Yemen, ka kundërshtu Fawazi. Edhe i kanë thonë, ja kanë nxjerr fetvan e Sheikh Rabi's, se Sheikh Rabia ka thonë kështu. Atëherë ai është befasu nga kjo, ka thonë pse e keni fshehur këtë fetva. Pastaj ka nxjerr se fetvaja është e publikuar para 6 vjetëve. Domethënë ka qenë publike, në faqet nuk e ka fsheh askush. Mirë po këtë tash të fundit, domethënë nuk e pranon. Edhe bëhet sikur nuk e ka dëgju, nuk e ka pa. Edhe hala edhe Besmiri këtu fshehja e fetvas Sheikh Rabi's në lidhje me çështjen. Domethënë ajo fetva e Sheikh Rabi's ka qenë favor të asaj që ka thonë Sheikh Arafati. S'ka mundësi ta fshehje. Edhe është kundër asaj që thot Fawazi. Edhe prandaj asnjëherë asnjë fetva nuk ka fshehje. Edhe si ka mundësi, unë nuk e di, si ka mundësi Sheikh Arafati me fsheh diçka prej Sheikh Rabi's. Edhe pastaj thot dietarët kanë kërkuar dhe vazhdojnë të kërkojnë nga Sheikh Arafati të sqaroj pse është fshehur fetvaja e Sheikh Rabi's për 5 vite me radhë. Kush janë këta dietar që kërkojnë? Fawazi dhe Nizari. Këta kërkojnë pse e ke fsheh. Edhe me të vërtet Sheikh Arafati nuk është marrë. Edhe nuk meritojnë që mua. Tjetër kush e kanë nxjerr linkun, që ku është para 5 vjetëve. Edhe mbaroi kjo çështje. Tani i thonë, jo, ti Arafat del sqaroje pse ke fsheh. Do të thonë kjo këta dietar, Nizar dhe Fawaz. Kurse dietar tjetër unë s'kam dëgjuar ndonjëherë që ti kërkoje diçka. Thot, edhe Sheikh Abdullah Bukhari ka marrë kritik. Shiko, kjo ka marrë kritik, është më rëndë se, do më thonë, këtu ka gabu Sheikhu, Allah ja falt, kjo është do më thënë refuzimi i gabimit me ruajtjen e nderit dhe respektit ndaj dietarit. Kurse kështu, kjo është zhvlerësim që e bën Besmiri, dhe jo atë që e ka bërë Semiri. Thot, ka marrë kritik për shkak të fjalëve të publikuara në platformën X. A dini çka janë këto fjalë? Nizari ka shkruar një refuzim, do më thënë refuzim prapë në thojza, se ata me të vërtet janë fjalë pa vlerë. Ka shkruar 10 faqe, miskini, do më thënë kundër Sheikh Abdullah Bukharit, për një tweet, me të vërtet, Sheikh Abdullah Bukharit, ku lutet për popullin e Sudanit. Thëtë, Allahu i ruajt muslimanët e dobët dhe ruajt gjakun dhe nderin e tyre, edhe i shkatrovët kriminalët sulmues që derdhin gjak muslimanëve. Kuptimi, kjo është, krejt, çka ka thonë Sheikh Abdullah Bukhari. Nizari ka shkruar 10 faqe, me thonë, kanë e kishe për qëllim ti aty. Cilin grup? A neve, ata, me gjithsaj nuk është, do më thënë, po ata s'ka i përkraj unë, apo jo, sqaroje kështu. Edhe Sheikh Abdullah Bukhari nuk është marrë me këtë temë, po vetëm mjafton me pa, dhe shikoni kur e ka publiku, kur e ka bë këtë në thojza refuzimin Nizari, nuk e ka nxjerr tweetin e Sheikh Abdullah Bukharit, qartë, do të thonë dihet se çka është duke refuzu. Po vetëm ka thonë nuk bën sqarim e kështu me radhë. Dhe hala Besmiri, do të thonë ndoshta nuk e di, inshallah nuk e di, se nëse e di, si ka thonë Sheikh Albani, in kunte la tadri fa tilka musibetun. Nëse nuk e ke ditur, atëherë kjo është musibet, bela. Wa in kunte tadri fa al-musibetu a'zamu. Atëherë nëse e di se si është realiteti, atëherë musibja është edhe më e madhe. Pra nëse nuk e di, ka përgjegjësi dhe ka hyrë në mëkat që hyn kështu të flasë për dietarët e sunetit, pa dituri, do të thënë, hulumtoje, çka ka shkruar Sheikh Abdullah Bukhari. Nëse ka gabu, duhet ta kundërshtojmë, nuk ka dyshim. Mirë, po mos fol për dietar, për nderin e dietarëve, pa e ditë se çka është duke ndodh. Po nëse ai e di, atëherë, do të thonë se është armik i davetit selefi dhe atëherë ka përgjegjësi edhe më të madhe. Prap këtu për refuzimet, thotë i gjen faqen kështu ashtu, do të thonë folëm për këtë. Po, përsëri thot,
do më thënë prape përmend pa turp edhe pa frikë nga Allahu, se është dhe me shkaku i fitneve dhe përçarjeve është pyetja e Xhemal Jakupit, që nuk është pyetja ime, edhe ai e di. Do më thënë unë e di që ai e di, se nuk është pyetja ime, thot pyetja e Xhemal Jakupit që ja ka bërë Sheikh Abdullah Bukharit, me pretendimet dhe hamencimet e Xhemalit ndaj Idris Manushit. Do më thënë, ato nuk janë pretendimet e mia, ato janë dëshmit dhe kërkesa për pyetje ka qenë prej Emin Agos dhe Abdusamet Metës. Më thënë, ata e kanë bërë dhe ata e kanë ditur dhe këto pretendime i ka vërtetu Besmiri dhe më në fund gjithashtu i ka vërtetu edhe Idrizi. Por i ka justifiku, mirë ato janë të vërteta. Do më thënë, shikoni si mundohet ta postroj Sheikh Abdullah Bukharin edhe Sheikh Arafatin pa asnjë fakt, me akuza që vetëm i ka dëgju dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kush transmeton çdo gjë që dëgjon, ai është një prej dy gënjeshtarëve. Do të thënë vetëm nëse transmeton, ai tjetri e ka thënë, nuk e ke shpif ti gënjeshtrën, por vetëm transmetimi i saj është që llogaritesh edhe ti gënjeshtar. Edhe me rëndësi në përfundim, edhe unë përfundimin do ta bëj, edhe Besmiri këtu ka thënë në përfundim, thotë kush e ka dëgjuar kundërpërgjigjen e Semirit me vëmendje, ka kuptuar një fakt të rrezikshëm për Besmirin, ai nuk ka për referencë në çështjet e menhexhit dietar tjetër veç Sheikh Abdullah al-Bukhari dhe Arafat al-Muhammedi. Domethënë këtu as nuk e përmend fjalën Sheikh për Sheikh Arafatin. Të vetmit dietar që ai jep zë si referencë janë dy, Abdullah Bukhari dhe Arafat al-Muhammedi. Sheikh Fauzani, Sheikh Salih al-Sheikh, Sheikh Abadi, këta nuk merren në konsiderat. Kështu thot Besmiri. Mirë, do më thonë, tani, kjo nuk është e vërtet. Por Besmirin këtu kush e dëgjon këtë me vëmendje, kanë me referencë për këto çështje? Nizarin dhe Fawazin. Do thënë, cili është më meritor të thotë se i merr referencë dietartë. Më meritor është Semiri. Nëse Semiri nuk e merr askënd përveç Abdullah Bukharit dhe Arafatit, kur krahasohet me Besmirin që nuk e merr askënd përveç Nizarit dhe Fawazit, atëherë Semiri është më mirë se Besmiri. Dhe ai këtu, do më thënë, veç për ta zbukuru tekstin, thot Sheikh Fauzani, Sheikh Salih al-Sheikh, po anasolli diçka për këto çështje, me tregu çka ka thënë Sheikh Fauzani për shembull për këtë fitnen e Fawazit ose të Nizarit, për fjalët e Sheikh Abdullah Bukharit, çka ka thënë Sheikh Fauzani. Atëherë as ti nuk e merr Sheikh Fauzanin as ne, se nuk ka fol në këtë temë, jo se nuk e marrim. Nëse kishte fol, ai do të kishte qenë krye të referencave. Po ai nuk ka fol, atëherë i marrim ata që kanë fol me argumentet e tyre. Edhe marrja e referencës, e marrja Sheikh Abdullah Bukharit për referencë është më parsore se jo vetë këta dy, domethënë gjithë ai grupi, edhe Nizar, Hashim, Abbas, edhe Fawaz Ibn Ali al-Madkhali, edhe ky Bilal al-Salimi, që mundohen tani ta bëjnë sheikhun, nuk e di, nuk e kam njohur më përpara. Edhe tjerë, domethënë që i përkrajnë këta, krejt bashk, domethënë nuk mund të bëhen ndoshta as sa një nxënës si Sheikh Abdullah Bukharit, jo sa Sheikh Abdullah Bukhari. Edhe prandaj, domethënë kjo është çështje tani përflitet Sheikh Abdullah Bukhari. Patjetër nëse atë do ta përmendim. Nëse dikush e kishte sunu Sheikh Fauzanin, do të kishim fol për Sheikh Fauzanin. Edhe pastaj do të na kishin thënë, këta e marrin referencë vetë Sheikh Fauzanin ose vetë Sheikh Rabi. Domethënë kështu na kanë thënë çdo herë. Këta nuk kanë tjetër, vetë Rabi edhe Ubejd, tjetër nuk kanë. Edhe gjithmonë kështu kanë thënë, në kohën e Imam Ahmedit kanë thënë këta nuk kanë tjetër veç Ahmed ibn Hanbel, kanë thënë pejgamberi i tyre është Ahmed ibn Hanbel. Edhe kanë thënë, mirë po, kjo nuk është e çuditshme që të merret për referencë për një çështje të caktuar, merret referencë një njeri, ndoshta, jo dy, ndoshta veç një merret. Do thënë, si ka thënë Musa alayhis salam, Allahumma inni la amliku illa nafsi wa akhi. Do thënë unë nuk kam tjetër përveç vetes time dhe vllajt tim. Do thënë këta janë referencë, veç këta dy. Edhe Sheikh Rabin e kanë pyet. Te kush të kthehemi për këtë çështje? Sheikh Rabia ka thënë, kthehuni te Sheikh Ubejd, edhe te Sheikh Abdullah Bukhari.
ka thonë, edhe ktheuni tek unë. Do të thonë Sheikh Rabia ka kufizu. Pastaj këtu e përmend, do të thonë se nuk lejohet që të caktohet veç dikush, nuk lejohet ta caktojë njeriu vetveten. Thot vetëm unë jam për askund tjetër mos e pyetni, vetëm mu, si ka ba Ebul Hasan al-Ma'ribi, si ka ba Ali Hasan edhe Salim Hilali në Angli kur kanë qenë, ajo është histori e vjetër. Dhe do të thonë nëse për vetveten thot, megjithëse ndonjëherë mund të edhe të jetë hak, edhe nëse thot për vetveten. Kanë thonë disa prej dietarëve të selefit. Ose e caktojnë ignorantët. Do të thonë ignorantë e duan dikan, edhe thonë veç ky duhet pyetet. Atëherë kjo është hizbizëm. Si bën Besmiri, do të thonë të pyetet veç Nizari dhe Fawazi për këtë çështje. Kurse dietarët e mëdhenj kur thonë, do të thonë për këtë çështje pyetni filanin ose pas vdekjes time ju porosis për filanin, atëherë do të thonë nuk është kjo është ndjekje e dietarëve të mëdhenj. Dhe ma mirë se Sheikh Rabia që i ka njoft këto çështje dhe njerëzit, nuk ka pasur, realisht do të thonë, edhe këtë kanë pranu dietarët e mëdhenj të asaj kohe, imamat e asaj kohe kanë pranu. Atëherë Sheikh Rabia e kalon këtë porositën, do të thonë tani nëse ne vazhdojmë me atë, atëherë vazhdojmë me porosinë e dietarëve të mëdhenj. Po ti ata që i ke bë referencë, kush i ka lënë si referencë? Kush ka thënë ktheuni te Nizari dhe Fawazi në çështje të fitneve? Kjo shkurtimisht shpresoj që sqarova diçka dhe shpresoj që nuk u bëna ai bezdishëm me zgjatjen. Lutim Allahun që na forcojnë rrugën e tij të drejtë dhe lutim Allahun të na udhëzojë ne, edhe të udhëzojë këta njerëz t'i kthej në rrugën e drejtë, edhe me të vërtet të ruhen prej njerëzve të fitnes, edhe shikoni efektin, njerëz i nje sipas efekteve që i sjellin. Në çfarë efekti ka sjell Fawazi me ardhin e tij? Vetëm dëm. Kurse elhamdulillah efektet e dietarëve janë të njohura këtu edhe në vendet e tyre. Do të thonë mësimet e Sheikh Abdullah Bukharit, do thotë janë ndoshta me prezentu Fawazi, ndoshta edhe se kupton krejt nga niveli që e ka. Edhe mos flasim për këta tjertë, për kthysit. Do thotë edhe në vendin ku është ai bën punë, shpjegon libra që i shpjegojnë dietarët. Edhe angazhohet për dawe, udhton gjithashtu për dawe. Fawazi nuk ka as si kanë përmendur as usul thalathe nuk ka shpjegu. As ato, do të thonë, 4 rregulla të shirkut, do të thonë nuk i ka. Ai le të angazhohet me dituri dhe le ta kundërshtojë gabimin. Mirë po me dituri, jo me akuza për diçka që nuk është, do të thonë veç akuza në ajër. Kjo është karakteristika e tij. E lutim Allahun subhanahu wa taala që na bëjë të vërtetën, ta shohim si të vërtetë, dhe të na mundsojë ta ndjekim atë. Dhe ta shohim të pavërtetën si të pavërtetë dhe të na mundsojë të largohemi prej saj. Edhe e lutim Allahun për ne dhe për vëllezërit tanë, që Allahu t'u hapë syt, edhe ta shohin ku është dituria dhe dobia dhe të largohen nga ata që përmes fitneve duan ta fitojnë popularitetin ose pozitën. Allahu na ruaj. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.